Eliminimi I komandës iraniane. Zhvillimet e fundit të operacionit ushtarak mes Izraelit dhe Iranit duket se kanë prekur drejt për drejt strukturat më të larta të komandës iraniane. Sipas raportimeve të mediave izraelite, komandanti I Korpusi I Gardës Revolucionare Islamike, generali Muhammed Pakpur, dyshohet se është eliminuar gjatë sulmeve të fundit ajrore. Pakpur kishte marrë drejtimin e kësaj force elitare pas vrasjes së paraardhësit të tij, Hossein Salami, I cili u godit nga Izraeli në fazat e para të konfliktit të nisur në qershor të vitit 2025. Garda revolucionare konsiderohet një nga shtyllat kryesore të sigurisë dhe ndikimit ushtarak të regjimit iranian, me rol vendimtar si brenda vendit ashtu edhe në operacionet rajonale. Burimet të tjera mediatike flasin gjithashtu për mundësinë që mes viktimave të jenë edhe figura të rëndësishme të kabinetit të sigurisë, përfshirë ministrin e mbrojtjes dhe drejtues të inteligjencës iraniane. Po ashtu, raportohet se objektiva të mundshëm të operacionit kanë qenë edhe komandantë të tjerë të lartë, madje edhe rreth I afërt I udhëheqësit suprem Ali Khamenei. Megjithatë, deri në këto momente nuk ka një reagim zyrtar nga autoritetet e Teheranit, ndërsa edhe forcat e mbrojtjes së Izraelit nuk kanë publikuar detaje të plota mbi rezultatet e operacionit. Kjo e lë situatën ende të paqartë, ndërsa tensionet në rajon mbeten të larta dhe pritet që informacionet të saktësohen në orët në vijim.